Shkuam në hotel të bëjmë, por zbuluam se na kishin filmuar dhe video ishte në transmetim global. Një hetimi i BBC Global China Unit ka zbuluar për masa shqetësuese të fenomenit të kamerave të fshehura në dhomat e hoteleve në Kinë, ku pamje intime të klientëve regjistrohen dhe transmetohen pa dijenin e tyre në platforma online kryesisht për qëllime fitimi. Rasti publikuar nga BBC tregon historinë e Rick, emër i ndryshuar në fakt, i cili në vitin 2023 zbuloi rastësisht se ai dhe partnerja e tij ishin filmuar fshehurazi gjatë një qëndrimi në një hotel në Shenzhen dhe nga pamjet ishin shpërndar për mijëra përdorues në kanalet online. Zbulimi kishte ndodhur vetëm disa javë pas qëndrimit të tyre në hotel. Pamjet ishin realizuar përmes kamerave të vogla të fshehura në dhomat e hotelit, të lidhura drejt për drejt me rrjete transmetimi live. Sipas BBC-s, disa faqe dhe aplikacione të promovuara kryesisht përmes Telegram pretendojnë se operojnë mbi 180 kamera të fshehura aktive në hotele të ndryshme në të gjithë Kinën, fenomen në rritje pavarësisht ligjit. Edhe pse prodhimi dhe shpërndarja e materialeve pornografike është ndaluar në Kinë, ky fenomen ekziston prej vitesh dhe sipas BBC-s është përhapur edhe më shumë së fundmi, i nxitur nga teknologjia dhe nga rrjetet sociale. Në prill të vitit kaluar, autoritetet kineze miratuan rregullore të reja që detyrojnë hotelet të kryejnë kontrolle të rregullta për kamera të fshehta, por hetimi tregon se praktika vazhdon. BBC identifikoi mijëra video të reja të filmuara në dhoma hotelesh, ndërsa vlerëson se mijëra persona mund të jenë filmuar pa dieni, bazuar në normat e zakonshme të frekuentimit të hoteleve. Hetimi zbulon një zinxhir të organizuar ku instaluesit e kamerave, administratorët e faqeve dhe ndërmjetësit online bashkëpunojnë për të shitur akses në transmetime live dhe arkiva videosh. Vetëm një prej ndërmjetësve, sipas vlerësimeve të BBC-s, mund të ketë fituar $10,000 brenda një viti. Trauma për viktimat dhe kritika ndaj platformave. Viktimat përshkruajnë pasojat të rënda psikologjike, frikë nga ekspozimi publik dhe humbje të ndjenjës së sigurisë. Organizatat që ndihmojnë viktimat thonë se heqja e këtyre materialeve nga interneti është jashtëzakonisht e vështirë, veçanërisht në platforma si Telegram. BBC ka kritikuar kompanitë teknologjike për mungesë reagimi të shpejtë, duke theksuar se platformat mbajnë përgjegjësi të drejtë për drejtë për mënyrën se si përhapet përmbajtja e palishme. Megjithse disa llogari u mbyllën pas publikimit të hetimit, transmetimet e fshehta nga dhomat e hoteleve vazhdojnë, duke ngritur shqetësime serioze për privatësinë dhe sigurinë e qytetarëve.